Kam një surprizë për juve edhe këqyrën e kam për ballë. Shëndrit. Surprizë e madhe. Surprizë shumë e madhe, të kena shumë për qefi. Qysh po kalon këto ditë mas bigut? Mirë shumë, shumë mirë. Përshijoj verën, përshijoj vetën e qështu. Me angazhime këtë verë? Ka diçka në prapa vi, ashtu të thonë. Janë të i punu disa projekte të gjana, po nuk janë ala për mu lansu diçka, për mu bo publike. Ama po normal, se unë i përkas medjes dhe që aty ka mund po njerës të apet. Po na jena mësu me të pane për televizion, jena mësu me të busqeshje, na harmonin që na ke jep. A kena me pa shumë shpejt në televizion, Shëndrit? Shumë shpejt, tepër shpejt. Numërimi mrap shka fillu ase du po. Jo, për me është, në tash fillon sezona e verës dhe normalisht jam në punim diçka për verë, po gjithsesi edhe shtatori kam më konë shumë i begatshëm. Po me fancat, pyetjen e fundit po ta bëj qysh e ki punët, raport. Mirë, s'ka ma mirë. Qa ju thu për fund, krejtve? Duheni vetën atë të. Jo, ju thonë për ime faleminderit shumë për mbështetjen që ma kanë bo dhe vazhdojnë hala sot e tutje me qenë prapa me pas çdo projekti sa do të vogël me pas. Është mirë kur njerëzit vlerësojnë për çato që ti je, nuk shtirësh për thjesht për me bo diçka ma tutje për klikime, po të admirojnë për qatë personazh që ti ke tregu qoftë në rrjetet sociale, po edhe brenda Big Brother. Kështu që unë jam shumë i lumtur për mbështetjen që ma japin çdo ditë edhe që janë krah meje çdo ditë prej që këm dalë, prej që ekzistoj në rrjetet sociale. Edhe për Xhulin, për shtatzaninë e saj, Shikën që kënej gjallin që kënej, kisha se. I uroj mbarësi në shtatzaninë e saj, i uroj shumë suksese në projektin që po e lançon. Edhe unë e di sa e palodhur është Xhuli si karakter, punon shumë për me arrit diçka dhe më vjen mirë që puna saj po ju shpërblet me një farë forme edhe uroj shumë shpejt me pa me ata dy voglusha, me shnet edhe mi shku inshallah tanat mirë s'pedi, Xhuli është e mirë. Okej, unë po të uroj një natë këndshme edhe faleminderit. E ti që shie? Unë e mirë jam. Qa po ban? Po punaj. Hajde, urime dhe sukses. Faleminderit. Jo veç tash. Hajde, qau. Po vazhdojna me një vajzë tjetër e Big Brotherit edhe të pyesim se si po vazhdon vera sot për to. Gresa si e? Mirë, faleminderit. Qysh është vera për ty? Vera për mua është me pak punë, po ma shumë kom fillu më marrë me vetën pak. Qysh je mas bigut? Qysh po është normal me fancat, me njerëz për rreth, atë kam përkra, ose ti a e ndje? Bigu ka kalu që 2 vjetë, kështu që po vazhdojnë prapë mu kone e njëjta ndjenjë, kështu me njerëzit që të përshëndesin, përqafojnë, po shumë ndjenjë mirë. Po me Shëndritin qysh i ki marrëdhëniet? Me Shëndritin shumë mirë, Shëndritin e kam pjesë tashmë të familjes, kemi kalu do më thonë për te shoqërisë, kështu që po, shumë mirë. Po naj lidhje re për Gresën diçka, po s'ka diçka të re? Jo, s'ka kur gjë të re, ma shumë po mirë me vetën, kështu që lidhjet i kemi lanë pak anësh. Po me Xhulin si ki marrëdhëniet? Me Xhulin shumë mirë, me Xhulin i kom pas marrëdhëniet prej fillimit shumë mirë edhe tash shumë mirë.
Po qa i thu Gjulit për pjesën e shtatzanis, 2 bineq? Veç i uroj, inshallah, e ka një shtatzanit më barë dhe mandej ku t'lind, inshallah, i rritën shëndetshëm. A ka naj gjelozin ndaj teje, si pas punëve që i ki, se e dina që je shumë aktive për rrjetet sociale? Gjelozi? Po, këqëre, gjelozit ekzistojnë gjithmonë, po tash unë nuk mirë me këto sene, kështu që se cili e ka jetën e vetë, mirë është me punu, mos me pas gjelozi, se kur punon s'ki ko mandej për gjelozi. Edhe një pyetje në fund. Na ka marrë molli me videot e tua që i ke bo, me nashtime kish, a pritet diçka e re për ty, ose për neve, ose naj televizion, ose diçka? Po pritet në shtator me fillu me një projekt, kështu që edhe deri në shtator po mirna pak me vetën, kështu që prej shtatorit fillojna diçka shumë të madhe. Krisa veç të raj fat, Shumë faleminderit. edhe ku ke shumë pozitive, Faleminderit. edhe faleminderit shumë edhe për me. Edhe juve faleminderit, kënaqësi. A mundesh më na tregu se çka e ki Gjulin? Gjulin e kam shoqe, edhe jam me faqe e kam një shoqe që është si përmarrë se ka që madhe, edhe është femën që inspiron femna tjera. Po apo na tregon se me qa mirë është ti si një bukuroshe që përshop për momentin? Faleminderit shumë. Prej moshës 20 vjeçare e kam biznesin tem, kam sallon estetik, edhe kam fillu me shpërndaj jetën tem në rrjetet sociale ku ka shërby kogja shumë. Edhe po shpresoj me u marrë edhe me rrjetet sociale në të ardhmen e afërt, me ngrit këtë profesion. Do me thonë të pëlqenë rrjetet sociale, mediat, ta presim diçka për teje, naj gazetari, ose naj televizion? Në të ardhmen e afërt nuk e di çka mundet me sjell, mirë po jo me hapun për botën e televizionit. Po a kishe pas një guxim qaq të madh sa Gjuli me bo pjesën e shtatzanis që ajo ka vendos me e bo? Unë menoj që femnat ja dalin gjithmonë, edhe prej eksperiencës jetës jam rrit prej një femne shumë të fortë, që i ka bo të 2 role, që ka qenë vetë nana dhe vetë bab, edhe menoj që gjithçka është e mundën, edhe më pëlqen shumë me inspiru ka shumë femna tjera me bo po të njëjtin sen. Unë vjen mirë që ke arë me suportu një femën ose një grua, pi thëm tash, ka që të fortë si që njohim na Gjulin, po për në fund se çka i thu Gjulit ti? Vazhdo kështu, se di, Gjuli është fenomen në veti, kështu që çdo fjalë që e thon për ta është e tepërt, mirë po keep shining. Faleminderit shumë edhe kaleja një natë shumë të bukur. Faleminderit shumë edhe prej juve. E kom marrë një intervistë shumë të mirë prej një moderatore që e njohim shumë më ti, po kohëve të fundit na ka mungu, po ka fillu me një televizion, kështu që hajtë të pyesim se si është Vera për të sot. Mirë Linda, si je? Mirë, te si je, si ja kalon? Mirë, si është Vera për ty? Vera veç se ka fillu, shumë e mirë, shumë e nxehtë, edhe po presim normal që me shiu sa ma shumë edhe me kalu sa ma mirë, edhe me projekte, edhe me qef, edhe me pushime edhe krejt. Po si është emisioni aty ri? Mirë, tash me jam pjesë bashkë me Milajn Zeke në emisionin Burra dhe Gra, që është debat me tema të ndryshme sociale, tash që 4 muaj, edhe me të vërtetë është të jetë tepër mirë, edhe në ato pas goxha shukushmëri, kështu që një herë jam okej, edhe po jetë super. Sa e kështë pas një guxim kaq të madh sa Gjuli me bot njëjtin sen që sot i pret 2 fëmijë? Që më jam pak, edhe ata që më njohin e din që jam guximtare, po për këtë vendim normal që do të me mendu ka gja njëri, po jetojmë në një epokë që nëse ty të bën diçka mundi okej, edhe nëse nuk i bën dom kërkuj me një zgjedhjen tënde, është totalisht okej që me bo. Kështu që edhe Gjulin këtë rast e mbështes edhe bravo i qoftë për vendimin e saj, edhe inshallah jetë sa ma mirë shtatzania edhe rritja e fëmijëve që ka me pas. Po besoj për një femën kaq të bukur, kaq të fortë, nuk di, nuk kam fjalë. Për një pyetje shumë pak me spec, a ka naj lidhje, apo a presim naj lidhje dashurie, apo halo akoma? Ka diçka konkrete, njerë përshijojna Verën, kështu që mbetet mu pas se Verës nuk i dihet, kur si dihet. Po Vera ku po të pret? Edhe shacit shumë, kështu që... Vera ku po të Vera pret? këtu në Prishtinë, qëtu në Prishtinë. Njerë se edhe me emisionin atu vazhdu me gjirime, nuk po ndalemi as Verës, kështu që një herët qëtu në Prishtinë. Okej, edhe për fund Gjuli, se çka i thu?
Ju uroj tonat mirat, shumë suksese në rrugtimin e saj, edhe inshallah i ritmit me tonat mirat e botës. Faleminderit shumë edhe presim sa ma shumë emisione, sa ma shumë sukses, kështu që jam me faqet një personalisht edhe të uroj sa ma shumë fat. Suksese. Se të cilën zgjidhje që e kam bërë në jetën time, është para gjyku që nuk e keni idenë sa shumë. A unë ka dhimt, normal që i dhem çdo kujt, por ma shumë viteve, gjithmonë kanë orë brapa mire. Përshëndetje edhe nga unë, po mboj shumë që i veqeni ka që shumë sot këto, mu më respektu, mu më vlerësu për punën që po bojna për Kosovë, për Shqiptari. Unë e kum pot një shka me full, me shkrim, po unë jam një person që unë zakonisht nuk fulli me skript apo e bëj punën tem, edhe ndjej aton që e tham, kështu që nuk kam e ledzu. Veç po du mi u falimdru të gjithve sot që keni orë këto, unë keni bo mundi shumë të lumtur, shumë krenarë që ju kam pjesë jetës tem. Është një produkt që s'ka bo kush më herët në Shqiptari, edhe jam shumë krenor që jam e para që me bëj një gjë të tillë që normale ka riskun e vetë me tregu krejt jetën personale, para gjykohesh, besa edhe ofendohesh në për portale të tjerë, por mendoj që gratë si one ose djemë si one që kanë karakterin e njëjtë, personalitetin e njëjtë, na i hojna për mëngjes këto ofendimet që na bojnë, kështu që kena nevoj me prezentu sa ma shumë njerëz të fort, me karakter të fort, me jakor suksesin edhe qikave që vi mas neve, djemve që vi mas neve, që me kom vetë vetja. Nëse kugjë me kitë epizod që keni mujtë me vrejt është me ngomas ondrave tua, me besuner atë ondrën tonë që e ki, suksesin që te edhin që ki me kur, edhe me besun vetë vetën, sepse fundja ajo është më e rëndësishme në jetën tonë, nuk është e rëndësishme çka po njerëzit, a pranuhesh për familjes ose për shoqërisë, te e ki imazhin ose vizionin shumë të saktë, shumë drejt, që çka do me arrit edhe thjesht me punu sa ma shumë. Kështu që kjo event ose kjo epizod edhe kjo production nuk ish mujt mu realizu pa dë njerëzit që i kum pot krah djath, që pianisi me Ardianin, hajde n'sken, se kam bashkëpunëtore, kam gjithçka, e ka u konë mbro pa gjithë shkofit që na kena mendu para 2 vite, kër i na ullë poshtë dhe kena thonë, Ardian, a pe bëjna një reality show, edhe Ardiani unë ka thonë, a je gati? Je gati. Unë ju kon gati, po te a je kon gati? Dhe unë e gati, ka fund dhe pak. Që je gati. Edhe normal, prej fillimit që e këna fillu me bo këtë serial ose epizod që ka me dollë çdo mujt është epizodat e reja, normal gjithë këtë organizim nuk ishë mujt me bo pa lutën. Luta, hajde dora e majta, djatë, që shmi thonë tash? Një duar të kite për lutën. Lutë, e di që jam shumë e vështirë me punu, se unë jam shumë e sakë si Gjermant, edhe i shkoj nerva shumë njerëzve. Sa vështirë e ke poti me punu me Gjullin? Tërgo për një mes, unë ka shojt një 2-3 herë. Unë e kom qef me pos një vështirë, edhe me sërgu vetën sojim i sakë me një vështirë. Që të maftofi se zakonisht tit me 2 janë për njerëzve. Po, pa njerëz tjerë, si që është, pitam shpejt, sepse mendoj që edhe ata do të mu përmen, Ardionin e përmena, Lutën e përmena, Butrimtin, Kushtrimin, Afrimin, Benin, Albinin, Valmiren e shumë njerëz tjerë që kanë qenë mbrapa kamera, para kamerave, organizim, si shbo kjo event. Po gjithashtu, si shbo pa njerëz ma të rëndësishme tonë që janë sponsorët. Që që pi përmeni shpejt sponsorët, që mi janis prej Royal Mallit, për këtë kemi vendus këtu me bo se Royal Mallit ka qenë njëni i pari që ka hop derën për neve, kështu që një duar të kitje për Royal Mall!
Merita Humulli që është pronore e Gesit, ka qenë e dyta person që unë ka thonë gjëll, qka do që ti ki ide me bo, unë e besojnë ty se kam edhe dhe jena me ty, kështu që faleminderit Gesit. Agimi Company, Pro Studio, Iliria Hill Resort që si shbohi që ajo baby shower, jo është baby shower, u falë, gender reveal-i, se i qatë shumë jena të organizu së spetina, cila s'ke. Spitali Amerikan që ka mundësu shëndetin tem edhe mundësin e shtatzanis, që është Spitali Amerikan, faleminderit qika! Ato e kanë hongër mas keshti, se sahet që shkoj isha mi morë shpricat, isha të kojt, ato vishin, hajde për që se bohet mirë, hajde se kjo është proces, që qika faleminderit shumë, janë ato qikat tavolira fundit, që një duar trokitje për qikat. Saloni Alberti, Huma dhe Edita që gjithmonë unë bojnë gati për çdo epizod, gjithashtu Mimoza Kadria që unë vesh gjithmonë, Ujla i Pisa, Soshi, Green Cafe dhe Këzët e Korqe dhe sot në kanë kjeshukit punë, kështë që vish po du me ju tonë, faleminderit shumë që keni gjetë ko, shpresoj që kam ju pëlqy edhe epizodat tjera, amna sa ma shumë feedback, që ju ka pëlqy, qas ju ka pëlqy që më në me ndrysh. Kështë që faleminderit shumë, një mbromje sa më të mirë. Thank you! Qysh kalu të gjuri sonte dhe atë pëlqej seriali, si ke sot jepi support ty si femën që je? Mu më pëlqej tepër shumë edhe normal Gjuli jep support për femnat tepër shumë, edhe shqyqyr që është në gjendje dhe më thonë me këshyrë fëmijën e vetë, veç vetë pa një burë në jetën e vetë. Sa je i lumtur me Dianën? 5 milion për 100 lumtur. S'jom vetë vetja kur jom me ta, dhe më thonë jem shumë personalitete. Kur e keni njetë një dorsëm e na e bo? Dorsëm? S'kena dorsëm na, zbojna dorsëm heq. Se Po- një është njësë, gjithë keme kone keshtë. Jo, i shumë se i shumë, bile heq ma mirë. Po bebi masi e bonëm një serial të vogël edhe Gjuli për bret një shtatzani, kur e keni? Tjetër kësme. Vitin tjetër djali, gruft Qika, kësme. Qysh e keni gjetë vetën si qift, ose qysh e keni ndi vetën që jeni për një tjetërin? Shumë, do më thonë shumë shpejt. Durimi është se une, diqysh është njëri që full. S'jem si kjo. Je! Kjo veç një sen e konë ma shumë, ma nervoz është. Po, jam pak ma nervoza, mo jam një njëri pozitiv, që më pëlqen do më thonë me pas në njëtë ndryshme, jo veç diqysh monotoni. Shkom punë këtheu, që kaqë. Po të pës pak për mamin, për fjollën, sa ka qenë e vështirë kur ka qenë pjesa e Big Brotherit? Për mu s'u kone fështirë se unë asë, në fakt nuk e kom ditë heq që kam i Big Brother, po nuk u kone fështirë se unë e kam thonë që kam jetu edhe jetoj me gjyshin edhe gjyshen, po për motrën tem besoj që ka qenë me e fështirë, se për mu. A vazhdon me jep support pavarësisht çdo skandali që na e dina që televizionet mundohen me bo çmos për me dal ma e keqja, po na e dina që fjolla është fjolla dhe është karakteri i saj. Ka gjithë supportin për meje, që do që të ndodh, ajo shona jam, edhe qështu. Kështu që ju përdorsëm Ja. Stiru, më smojnë. Veç po të më në me që ma i farë dejti të me. ka mundeni mi thonë atëmve trive se që tash e di që na po ndëgjojmë shumë që po dohen edhe s'pe kam problem. Jepja unë naj motiv që për një përlamje të vogël thjesht mos dohen edhe të vazhdojnë edhe të suportojnë një tjetrin. Na përlamje gjithë, dhe më thonë çdo ditë ka 5 minuta po kalojnë, edhe m'ja nisë më përla, atë dohem çdo ditë. Jo, që është, është. Nëse morët që shtek, amo unë me këto ku bo një marrëveshje në fillim, e kena një farë kontrolte. Gjithë shka më në me bo pos domin se kena si opcion. Dhe në tjeri e këna nështru. A jeni të bashkëtu apo? Jo, ale. Okej, se pjusho shumë pozitiv edhe duheni me bashkëtu. Kismet, dhe që bje. Edhe për fund, unë du me vetë ty se çka i thu Gjulit. Unë i thëmë veç suksese në jetë, edhe shpresoj që ka me pas lindje të shëndetshme edhe ma të mirat për to. Një uroj fat edhe një bebosh sa ma shpejt, se s'ka ma mirë, edhe ju uroj verë sa ma të mirë, kështu që është janë edhe kështu. Gjithashtu edhe ty. Pak jam e emocionume, po nuk e di, na femnat jena të forta, jena krejti provojmë edhe prapë nuk dorëzohemi, kështu që po vazhdoj me Gjulin, Gjuli
s'di, I'm proud with you, edhe më ke emocionu si me kon karakteri jem. Shoqër që kena si femne, gru, tëna që me na tregu që mos më dorëzu kur njëtë edhe mos më ardhë puna deri te vetvrasja, si çdo femër që dorëzohet edhe e sheh fundin e botës. Unë po emocionona ka po foli dhe ka po të shoh, po që ka rrugtimi jatë? Paka shumë, mas për mirë se keni ardhë, është kënaqësia jeme kur I kam edhe mediat e Kosovës këto të Shqipërisë e Maqedonisë. Rrugtimi normal kur s'ka qenë I lehtë, unë mendoj për çdo person që ka probleme gjatë jetës, si shkrejt na kena, dikush ka pak më të mëdha, dikush më të vogla, dikush I përjeton ndryshe, dikush I përjeton pak më afër zamrës. Unë thjesht jam shembull edhe produkti sakrificave dhe problemeve të mëdha në jetë që veç të bojnë më të fortë. E nëse një gjë unë që muj mi u thonë njerëzve kush e këshyrin këtë epizod ose këtë serial që për herë të parë po merr një kohje të re dhe nivel tjetër në shqiptari, është që kur mos më dorëzu, sepse mas çdo stuhie vjen ajo dilli që të rezaton si unë sot shtatzon me dashni, me lumturi, me tana të mirat. Sa ka qenë e zorshme për ty normal shtatzania, ineksionet që I ke marrë, a ka qenë gjithmonë emocionuese apo veç ka vazhdu me u mësu vetja ose ke vendos ti truni jot me kuptu që ti ke me mbet shtatzon? IVF nuk është proces I lehtë, është ndërtat proceset tjetës të më të vështira që I kom përjetu, edhe thojnë anglisht I raise my hat, e qoj kapuqe nalt për çdo gru që shkon në IVF, që është shumë e vështirë, po unë mendoj që unë jam një person që kur e bëj një synim, një target nuk është sen që më dalon, kështu që unë e di që kam e mngel një ditë shtatzon, kam e pru një fëmijë një jetë, edhe shpresoj që edhe shumë gra që ndrojnë mu bonona me bo, ose me bashkëshort ose pa bashkëshort, po më rëndësi është që me konë plotësume në atë që morrin vendim, si që jam unë. Na e pam serialin edhe unë besa e thashe e posh vetën, po kam qef pak e ndëgjume edhe një farë shtymet ndaj femnave që bëne ato që ndronë edhe kur mos e dorëzoni, po për fund çka ju kështë thonë krejt njerëzve, se për një me jena shumë krenar për qëtë pjesë që e ke bo se ka pas nevoj Prishtina, Kosova, ose çdo vend që e shohin këtë serialin tënë. Një gjë që kisha dashur tonë me thonë, pa marrë parasysh ai moshkull a femën, është me besu në aton që ti dëshiron brenda teje, pa marrë parasysh ai e pëlqyeshme, pe shoqërisë, familjesh, prindve, kushdo që t'jetë, ti do të me pat aton atë dëshirën e madhe që ti kimi a dalë, nuk ka sen që të ndalon. Çaj është e vetmja gjë, çfarëdo që t'jetë. Që çaj është e vetmja këshill që e kisha çdo njeriut, siç kum besu unë piqën kur e vogël. Kështu që njerëz, kjo është Gjuli edhe jemi me faqe që e kemi, s'kam fjalë ma shumë, kështu që putje. Edhe mashallah për bebin.